Udhëheqësi suprem i Iranit, Ayatollah Ali Khamenei, u vraq gjatë sulmit ajror izraelit ndaj Teheranit dhe trupi i tij u gjet në rrënojat e shkaktuara nga sulmi. Kështu njoftojnë zyrtarët e lartë izraelit. Mbrëmjen e sotme, tashmë lajmi është i konfirmuar. Dokumentacioni i trupit Khameneit thuhet se u tregua kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu. Khamenei ka sunduar Republikën Islamike të Iranit që nga viti 1989, duke e shërbyer më parë si president në regjimin e Ruhollah Khomeneit nga viti 81 deri në ngjitjen e tij në detyrën e udhëheqësit suprem. Ai ishte në moshën 86 vjeçare. Më herët ditën e sotme, zyrtarët iranian premtuan të publikonin një regjistrim të Khameneit, menjëherë pasi sulmet izraelite shënjestruan kompleksin e tij në Teheran. Vlerësimi paraprak midis zyrtarëve izraelit ishte se Khamenei u lëndua në sulm. Mirë po, pak më herët konfirmimit të këtij lajmi, Ministria e Jashtme iraniane hodhi poshtë pretendimet e Netanyahut, duke thënë se Khamenei është i sigurt dhe shëndosh e mirë. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme iraniane deklaroi për ABC News se presidenti i Iranit dhe udhëheqësi suprem Ayatollah Ali Khamenei është i sigurt dhe shëndosh e mirë. Sistemi qeveritar i Iranit po funksionon normalisht, tha ai, duke mohuar spekulimet për vdekjen ose lëndimin e liderëve kryesor pas sulmeve masive ajrore të përbashkëta mes SHBA-ve dhe Izraelit të kryera mëngjesin e sotëm. Deklarata vjen në kundërshtim të drejtë me pretendimet e kryeministrit Netanyahu, i cili në një deklaratë video tha se ka shumë shenja që udhëheqësi suprem Khamenei të mos ishte më i gjallë.